Mirë se vini në kanalin tim VIP Uniko TikTok Garage. Tani pyetja parë është për ty Sem. A është e vërtet Sem që kënga fundit që ke është dis? Dhe a ka në emër specifik kujt ja dedikon? E cila këngë? Të kjo e fundit e imja vet? Apo me Feron? Jo, te kjo që ke vetëm, pastaj vim te Fero. Jo, te kjo që kom vetëm s'kom. Nuk është dis. Jo. Kjo jo. Kjo... Këtë e kom bo para shumë kohësh, po tash e kom regullu dhe kom dzirë vetë. Nuk kom bo me, për askon. Tani ma boti pyetjen mu. Nëse do I kthesh muzikës, Po. çfarë zhandri do knosh? A do bosh dise kështu apo do knosh për dashni? Dise, edhe dise edhe për dashni çdo lloj rryme, po dise ka me bërë. Do t'i shaj në për këngë. Kujt? Me reperi që është për t'u shajt. Jo me shajt nga familja, jo. Po me dise më dha, me në një që do grice. Do fillojnë grice, si të jush muzikës fillojnë të shajnë. Edhe unë të shajnë. Okej, pyetja radhës është, Kozak pyete pak Semin, a I ke bë dis muzikut? Ja, dis muzikit kështu jo, po të muzika me Ferën, e kom përmend se, për shembull, rastin me orën që e ka pas. Se ora ti thu që është fals. Te dija o fals. Po ti në këngë e ka thënë. Unë se kom thonë që o fals. Ka dalë shteti vetja ka verifiku, ka thonë falsa. Po pra ke thënë, ti ke thënë, edhe ti e ke orën fals, I thu, veç emrin se ke muzikë. Po pra. E qa I bie kjo? Që I bie që muziku e ka pas orën fals, dhe ky tjetri që I thu ti, edhe ti I thu e ke orën fals, po veç që nuk e ke emrin muzikë. Bravo. Po pra. Këtë po të them. Po do me thonë nuk I kom bot dis muzikit, apo? E kom marrë si shembull do me thonë, apo? Tani jo, tani themi e ke gacmu muzikun, se tani I ke thënë pra. Po që I popi jo me të ngacmu më shpirt, se që të bëm, dëfnem. E ke gacmu, vëlla, se tani thot. Ja, Shaj ka gruja? Ja. Ka fëmija, ja. Ja. Mirë, ja. Më se kështu gacmimesh, ju reperat, ju do keni e bishë, se po s'patët kështu gacmime nuk roa si hip-hopi, jo, vëlla. Ha kuptoj, po nuk bët sherre, dhe me thënë, në për këngë fjale kështu, qa kuptimi ka hip-hopi, nuk është hip-hop pasaj. Është katë, knoni, pasaj bi më mirë me knoni për dasma, se sa, po s'pati pak debate, hip-hopi, gjona, sherre, kjo është hip-hop. Vazhdo tani, ma boti pyetjen më. Pyetja jo të është. Pyet. Cilin reper nuk I ke qef? Ose jo nuk I ke qef. Cilin reper nuk ja ke qef muzikën, kështu, muzikalisht folim. Do me thonë nuk e ngjon, ose nuk e pëlqen zhandrin e atit. Mos e marrin për keq apo? Jo, ajo është shif, për shembull, edhe unë kam reperat që si pëlqej muzikën, mos do me thonë që I keq, a kupto? Ajo është menimi jot edhe shija jote muzikës, si. Për shembull ka shumë njerëz që për shembull se kanë qef muzikën time. Nuk do me thonë kur gjo ajo, është menimi edhe shija vetë. Ose di qa, a ke... Se s'duhet ngushtu. Më vazhdo, më qa më ngushto më. Po kush ngushtohem unë, po bëj, vëlla, nuk ngushtohem unë, bëj qa pyetje dush, nuk jam unë tip që ngushtohem. Po mirë, unë kam qenë bile me ngushtuar. Nuk janë ngjon muzikën për shembull. Kujt nuk janë ngjon muzikën? Nuk e ngjon muzikën aty. Nuk e ke për ty për shembull, nuk është shija jot. Me Tiseni.
Ua, Metit! U Meti të bur, favela, se ke ngjuar. Po. Garat Meti. O zot. O zot. Pyetja radhës është o Niko Garazht, o Bablok, mreti i Garazhtit. Pyetja radhës është si ke marrëdhëniet me Noizin? Mirë i kom, vlla. Kom fol para ca kosh. Ma kanë tesh karim se nuk t'ka follow, pse s'ka follow. Po pse, qa lidhe ka follow? S'do të thotë që do ta kesh follow i njonin dhe ta kesh shoku. Shqiptarët e kanë ashtu. S'kom kontakt me ndish, s'kom kontakt kështu non stop, se për shembull ajo në Shqipëri, unë jetoj Zvicër, në Belgji, ta kuptos, sot që na lidhen neve Nuk e takova domethënë. a kuptos, sot që na lidhen non stop jeta, a jam këto. Kush ta gjujtën më. Pa ne na erdhë. Okej, bëhet i pyet, unë Niko Garazht. A ke kontakt ti me Zinin? Ja vllai, nuk kam kontakt. A ke pas kontakt? Ja. Kështu, s'kam pas me, po, për të taku e kena taku, po kontakt s'kam pas me herë me ta. Okej. A ta bëj unë një tjetër. Ha, boje. Me cilin reper do kishe pas qef me boj kong? Ama kështu, i më shtuj as me mu, as me, a kupton? Me cilin reper do kishe pas qef ta bëj kong? Ja vret, a thush. Po, ama thuje. Thuje. Zinin? Do kishe pas qef i kong me Zinin, ha? Po që ai s'ta kishte qef i këngë me Zinin, po me thënë vërtet. Jo, janë shumë këngëtarë që do kisha qef. Një emër, për shembull. Një emër 6ix9ine Bablok. 6ix9ine. Ajo është ëndra ime që mund të kisha këngë që është ëndër që s'mund ta realizoj dot kurrë, po nuk i dihet të Dihet, bishe, për zotin Nuk i dihet jetët, nuk i dihet, kështu që asgjë nuk i dihet. Po me këta reperat shqiptar gjithë janë të mirë, gjithë më pëlqejnë, gjithë i kam gju, tu fillu te Noizi, te Finemi, te ty, te Stresi, Klevjo, Unikatili, Varrosi, Dom Fenomi, Fero. A kupton, gjithë çdo kush ka atë lezetin e vet, Marini, a kupton? Okej. Pyetje. Radha jote. Po. Pyson tyja. Po pyeta unë, tash e pyet ti mu. Me no, mos ashtu. Avash. Pi pak shishim. Okej, pyetja është. Them, a je ndjehur ndonjëherë i kërcënuar me problemet që ke pasur nga muzika? Se edhe probleme, vlla, normal që kur je këngëtar ke edhe probleme edhe pa dash fare. Po i kërcnum. Po vlla, me të kërku njerëzit më bishës, edhe mu më kanë kërku njerëzit. Nëse po e pëlqen si intervistë, mos harroni shkruani një koment. Po normal, be? Ajo është. Për shumë, kur kom bo muzik para ca vjeti, para se me lon, më kanë kërku dhe i kom kërku. A këta. Po, edhe më kanë kërku, nuk është në e gjoja. Po më vllai, se normal më se me këtë do që të zihesh, a kupton? Okej, Sem, nëse do ta ktheje kohën mbrapa, a do t'i hyje prap kësaj jete që t'ishe i famshëm? Po, Berkazak, po, në dy kisha hy, po, për shumë gabime që i kom, tash i gabime që i kom boz dhe i kisha bo, a kupton? Janë ca gabime që menoj unë që i kom bo. Qa gabime, çfarë quan gabim ti? O Elmedin, çfarë quan gabim ti?
Uniko, respekte. Për shembull me ca vene që kom shku kom kënu, për shembull ca koncerte që kom shku kom kënu, apo ton ca vene. Për shembull ta zem kom qenë me i ven këtu afër Gjermanisë edhe Zvicrës në kufi. Edhe kur kemi ik ta e veni, ka dalë ai djali pronarit na ka marr. Shko bo, valla, s'ni marrë vesh në këta. Univers ka gjujt dhe i kush, valla, qëmë. Faleminderit shumë, djemë më së argjani, se s'duhet, vesh, ki kozak im qëmë. Edhe, kemi ardhë, ne do me thonë këtu, kozak. Kam mëri unë këtu atë dit, kur kam mëri atë dit këtu, shpirt, ka dala i quni pronarit klubit, me nama. Erë nga mund shpirt edhe i kishim ja 40-20 minuta rrugë. Me makinë shkëm të veni atje, të hoteli. Edhe këtu shkua ne edhe i filloj ta babin tim tha e ka një natë këtu e nuk e du, na kuptoj, kështu mua bete, trego ke për familjen e vetë. Edhe, për shembull, aty unë e kuptova se jo unë, po kush shkoke ta i klub, do dështojke, a kuptesh? Po sa i vetë tregoj. A ke dështu atje? Po, për shembull, po, aty kom dështu. Pa i vetë tregoj ke për shembull. Po se kam i pari unë që kam dështu edhe unë dështova te Labinot Rexha dhe nuk nova më kur jeta ime me kasetë. Nuk ka artist që s'ka dështu. Ai di historinë time ti vëlla, më ka marr Labinot Rexha. Ha, varoj. Ai do me thonë ai vetëm tregoj mu se shqifta se babin tim tha se dun këtu hiq, a kupta? Tash më latë kuptoj unë që unë të klubi s'vjen askush vlla, se pas ka problem. Unë shkova, prap shkova, a kupton? Për shembull këto gabime gjatë karrierës të ndodhin, a kuptesh, gjatë rrugtimit. Edhe këto gjona, për shembull, i kisha Uniko garazh. Tani, marove ti? E di historinë të Labinot Rexha apo jo? Kosovë? Në Ravec. Po? Më thret Labinot Rexha, kisha bë koncertun në Malisheve, kisha mush Malishevën full, respekte për ton shqiptarën e Malishevës. Shkoj atje e mush full, më thret Labinot Rexha, thot t'jap 3.000 euro. 2.500 euro i mersha unë, 500 euro merte Meti Seni. Meti kishte harxhu vetëm benzin me shku atje 4.000 euro, kupton? Po, me 63-shin, e? 63-sha me 30 bodyguarda, kishim lënë lesht mo, ne nuk shkum për lek koncerti, bur, po. Që mos ta sisha Metin pa lek, unë nuk doja ta çesha Metin unë këngëtar pa lek, o shoku. I thosha do lek dhe kyre. A kupton? Ja, nejse. Nisën me Meti Senin, shkojmë në Ravec, 20 veta, 10 makina. Shkojmë atje gjejmë vetëm ca kalamaj alla që bërtiqin. Meti, koza, kuk nga 4-5 vjeç, ishin te dera, dhe nuk ishte lokal hiç valla, fare, vetëm ca fuqiar. Asi lloj robi mren. E ne lash muzikën asem. Nuk nova mas, u mora mas me koncertes, mas shmerdi tur po. Po pse tur, po shpirt kanë dështuar, disa repera kanë dështuar, gjithë repera. Kanë dështuar, ha? Po ka më natë që s'dalin njerëz, ka natë, për shembull ka naj kund klubi është i keq. Nuk varet veç nga... Çdo lloj mirë, okay, do të bëj një pyetje. Çdo lloj reperi që ekziston në Shqipëri me valla, duke i përfshirë të gjithë, a kanë dështuar ndonjëherë thu? Gjithë më vlla. S'ka më, jam thu. Krejta kanë dështuar kajhera. Për zotin krejt më vlla. Qa thumë valla, po më pse valla sa bëtalla. Po nuk është me poshtrim ajo vlla, kupton, nuk është ai gjosht. Ti i ke për shembull është e reperi ka verës 60 koncerte, ai do dështohet e 1-2, a kupton? Tash ajo nuk ka dështim, a kupton, po nuk varet pe klubit o vlla, a kupton? Me dështu për shembull në Çinkë ose në Tiranë, në mes Tiranës, aty është pak keq, a kupton? Se me dështu ti në Ravec ose s'di, me naj vend ku nuk ka as njerëz, nuk është. Me eklibrazh me knu edhe me dështu, normal që dështosh o vlla, a kupton?
Me dështu në Tiranë është keq, a kupto, po a di që them? Jo, më kanë dështu, shumë njerëz kanë dështu. Sona i gjolla. Ma bëj pyetje për ati, e ke ti radhën. Po çuna shpërndani pak live-in, 5.000 veta, çojni 10.000, sa veta ke ti asem? 2200. Po shpërndani më çojni 10.000 më dha, shpërndani, a doni intervista, a doni gjëna të forta, rap. Se sa kam nisur, sa kam nes motorin. Vazhdo se më bëni pyetje. Po më bë pyetje edhe të forta shoku, se nuk jam tip që ngjecu në shoku. Jo, po unë të gjëna të vështira, jo të gjë pyetje. Pse? Me kur? Pse shajte Jo blerimi? kunja që na këti gjeneroshë. Hajde, pse shajte blerimi? Pse shajte blerim Destanin? Po jam vllaj se shata blerimin e kena çun bablok shmu kam, po kam qenë i pim bablok edhe më shka, edhe shive si ka qenë puna. Unë isha i pim, drun mall, në alkool, edhe më shkushin njerëzit do të marri peng krejt komentet. Do të marri peng. Qa preti me thënë? Po ti mos i influencon kështu mos u. Më tani unë i pim burr, isha i pim vlla, se unë nuk është se isha vetvetja edhe gabova. Ashtu po, me gabu tani nuk më falet. Unë i kam kërku ndjesë vlla, a kupton se unë nuk i bikujt në qaf, ai nuk është çun për me i ra unë qaf. Jo, ma i të Ai është çun i mirë, është shqiptari jon, respekte, kena bë gabim, ka i muhabet tani. Edhe te mu kanë bë njerëzit shumë gabime, edhe unë i kam fal. A kupton pa blok. Përdërsa ai person kështu publik, tani do të më pranu edhe ca gjëna, do thoshti shumë gabim, nolli, ajo unë se kam shas nga familja as nga shu. Thjesht e kam prek. E ke kështu, okay. Kam qenë i pim, kam qenë vetvetja, drun mall në alkool, po sa preti nga një që është avërdozë shumë. Me thënë fjalë të mira. Mire ke. Puna është gabosh, me qenë me trut tuja, të gaboj tani, po, s'm falet. Po, kur je i pimë, burr tani, edhe budallaj i ka hapë rrugë pjanesit, kur ka patapi, ka dhënë lekë, se ka pi. Tani, pyetja është për ty. Po zak thot pyetësemin, a e pret ndonjë dis nga muziku? Ose a e ke gjetë veten, për shembull kur ka bë dis ai ka bë dis gjithë stradës. Atë ka djeg në i këngë që ka bë ky muziku me djeg. Jo, po. Për zotin, jo. Jo, seriozisht. Me kohën që të kishtë pas diçka, kisha thonë, kupton. Nuk e kam gjetë vetën askund. Nga që të kam pa një intervistë që ka thënë s'munet ai me më qitë dis mu. Së më bon dis ai mu, se për shembull ta menosh thell ai. A kupton, ajo më ndryshe se unë. Si më ndryshën, qa kuptimi? Po më ndryshe më shpirt se është normal, ka ma shumë popularitet edhe normal që së më bon dis mu. Si më vla s'ka, ma shumë popularitet, tash. Faleminderit kështu. O shpirt, tash të folim drejt. Si thoj trimin vraje hakin mos ja ha, kupton. Jo. Te koga të ajo ta muzikun nuk i bablok. Hiç definitivisht. Po bablok. Edhe unë që kom dzirë me ferro nuk kom pas kur gjo, veç e kom përdor çat do me thonë qatë rast që ka pas muzikë e kom përdor si fjalë, si punchline, nuk e kom bo muzikë ton atë, a kupton. Po tash u lidha ashtu edhe kom bo për atë, se unë nuk sot që Kujta ke bo atë që i thu, edhe orën e ke fake. Ate ja kom bo, kush, ate ja kom bo, se cilit që e ka orën falcë. Nuk ka, ashtu, kanë thonë krejt për zinin, po për zinin nuk e kom pas, a kupton. Hiq, sa kom pas. Kush ka thonë për zinin? Komente kështu, ishin zinit, po unë zini e ka dit atë kongën një... Ta ke shok zinin edhe me i bët dis nuk shkon ashtu, bablok, po në qapë se nuk e ke shok edhe me a thënë i kunj, nuk ka në i gjohë. Varosin, Talin, Dëmvidi, gjithë o t'i arat follow jena bashkë, unë si bëja të gjona, as fmis jam,
Por mirë, nëse ke shok çunat s'ja vlen, po mos me i pas shok edhe me i thën kunja nuk shkon. Mos me i pas shok e me i thën kunja, bishë duhet Po se boj, bro, nuk e boj unë asent, a kuptesh. Nuk jom ashtu as besprem, s'jom as, a kuptesh, si se boj atë. Mund të vije në ere që duket për najkon, por nuk do me thonë që është për najkon, a kuptesh. Si cili e merë muzikën, e koncepton, e pa koncept e vetë. Po, unë jom ai që di që akum shtëpis, nanë modër. Po arse ju kisha shok që të dyve dhe i pajtova çunat. Me rrët shtëpi, ka ndonjë ka. A t'ju tregojmë si më ke pajtu ti me këta? Tregoj të vërtetën. Okej. Isha një ditë në shtëpi, isha të lujt kompjuter. Ishim të lujt me dosta loja. Po, me rrëpshi. Do me thonë, po një javë para, jo, një javë rjesht ose ma shumë, më thirë ke Kozaki me Medin, më thirëshin, e manë men kur folshim non stop natër me kamerë. Po, non stop. Folshim bashk, edhe më thirë ke Kozaki, edhe dilë ke Kozak, po Meti e ndrej numrin atë kohë, si di që ndodhi. Edhe më dilë ke Kozak, end një numër, do me thonë, unë e të menu që Medi seni se Medi i ndryki numrat, a se di që bëjke. Edhe i shora 3 natës. E fus grup me ferën. Po të ky grup me ferën muë, e më thirën Kozak, end një numër, më unë se shonë të menu që Medi seni, jo. E unë ja fush akcept. Bam, qa me paf, Kozaki i ferëja, të di. O, bablok, qa bone, aty, do me thonë, u pajtu, më folëm aty, si, anej kne, pasaj patëm një konflikt aty, bashku ke qkuptu me ate. U kapë aty, prapër. U kapë, e mende. Dollet me kalash, ferën, kamer, më vdekshin në rap, u kapë aty. Qiti kalashin ferën, më vdekshin në rap. Me kalash, në dorë në WhatsApp, më dha tu, kisha lash, e tha shani qatë u nëllë, më dha po saj si, u zbut nesme, ne? Pastaj do me thonë... Pra, vazhdoja, unë gjakë. Pastaj do me thonë, nesme në gjesë ferëm ki shkrujt me më gjesë, kur dhe vish Kosovë, kujti qa, edhe unë i shkrujta, pastaj më tha, po më shajte më abonjaj mu, tha shu nuk qajta, ti më shajte. Tha jo, ti më shajte. Më dak, me kalash në dorë, më në pasha kokën e qunit, po edhe kjus bok, edhe kjo është i qmenë më të këshin e rëpës, bëm rapsh edhe kjo. Unë me kalash, a nga WhatsApp-i tu mush kalashin, pasha kokën. Ja mërë koj ke prezent, a mush të kalashin, edhe në tirë të në WhatsApp. A fere me kalash, në aty, unë ku e shajt krej, unë e shajsha, e vanë me zi, e shajsha. Edhe, pastaj në gjesë nesmen, jo, unë fola prap unë, fola prap unë, po dhe me ty dhe me ato qani të bo, Allah, unë futa ta shasë të më pajdu, jo. Më shkryti Feroniti, e kuptej që, do më thonë... Jo, e Fero ishte gabime, burse, edhe Fero e nisi. Edhe, pastaj... E kujtoj se e fole keq ti, a kupton? Mendoj që fola keq, unë, po. Sa kipet 2 minuta kishit, a kupton? Nuk e ti qa thet, jo, bo. Nishin në WhatsApp, me rëpë shvije, sa roja të s'ke, më vdej pa video. Jo, ne kemi qenë i ditë para live, unë e ti. Edhe Ferën pyti mu, am ke shajt live. Jo, ty së të kom shajt, po e kom shajt me Elshanin, për ish menagerin e Ferës. E Ferën mendoj se e kom shajt ate, a kupton? Edhe ja nisit fole, pas të janisa edhe unë foli edhe që aty u bo muti. Vallajnë, unë në kuptëm. Po, u pajtut. Pa dhe kongë, kongën e keni mytë, Pablo. Kongën dorën zemër e kena mytë, të dy edhe Fere ka bo shumë të mirë. Tani, osem, po mos bo, pse ke bo pausë, ola, gjithë të korë? O kozak, a je bo bab ti për shumë? Po. Ti je bo bab, të shi ti e din shumë mirë se kohën me denarën edhe me masonin, apo, masonin, e këpu evrit. Ato kohë nuk kthehen mod, denarën nuk kthehet mod boti vogël, a kuptan? Ska e veç dëritët. Atë kohë t'i shkëten mas. Unë vendosa qatë kohë, 3 me gocën time, vlo. Turit zoti, shumë mirë ke bë. Edhe... Vlaq, familja është gjo me e shenjë të bro, dhe asë që diskutohet.
Edhe pastaj shpirt me ata, pastaj se as mu bo kes muzik, Niko. Ti s'mu bo ke muzik shpirt, vesh si të them, se dia ke pas në herë që s'ka hy live, o s'tu ka hy live hiq, a kupton. Ke dash me nejt vet. Po, ja ashtu edhe. Po pastaj kom punu. Po tash i kom vendos të mu kthy, jam të bo muzika për qefi. Sa vjeç je ti Sem? Unë 31. 31 vjeç je. Mi që ke i vit me i vogël se mor, i vitet sa. Kur i bë 32? Me 2 mars, tash edhe sa ka. Tani, i vit që ke me i vogël se mor. Sa i madh që kam unë. Qa do thoja unë, i pyetje kam, janë kurioz edhe njerëzit me dit, a ke pi në herë mallë vllai? Po, më vëllë, si s'kom ti. E kam pashakar. E kam pashakar. Po qa boshe për shumë ku pishe, jam kurios me dit. Ja, hiq nuk ma do në të gjona shpirt. Jo, Po ke pi për pi? po jam shumë bom, se unë jam këshu hiperaktiv. Po shumë kam i shok, unë futet në për dollape, valla. Ku gjoj? Me ti. Për në dollapër, tu e kontrolu në për Sarander, nuk ishte pjellë nëna me e gjetër, ku e meti? 2 orë në për shpirë, nuk gjeni metin. Më bënë e pyte, pra hajtë më bënë e pyte ti mu, hajtë. Ta mall ke pita shikur ke i Zvitër. Gjermani, jo në Zvitër. Gjermani, Rop, sa kanë në total me qa kanë qenë në grup? Ta the me lek, më mirë? Me lek të 3.000 euro. Sa veta keni qenë? Me rop shpije Sa veta Veti- keni qenë që keni pi mall? Jo, 20 vetar. what, ja. 10 veta kanë qenë papir. Ishin një 10 tipa që s'pishin. E gëzak, Si u ndjeve kur dole në sken? A ishe full mall kur dole në sken apo jo? Pipe tani, jo, nuk isha full në mall. Tani do të rregoj me që ma bëna këtë pyetje, faleminderit, kam për të rregu. Te ky lloj koncerti o vllai ku shkova, u trema rëp. Se edhe tani thënë vërtetën, unë nuk jam në i këngëtar i talentuar. Thusha kuptoj të kem talentin tati, kisha shi motrën, kisha pushtu venin në shok. A kupton, po nuk kam në i talent shumë të fort. Po show jam shumë i mirë, për këngëtari dytë jam i mirë me bo show gjona. Edhe unë nuk kam kënu, kam 3 vjetë që s'kam kënu. Dhe ku shkoj të ky koncerti, e marr vesh atje që kishin dështu shumë repera. Për kokë familjes, për kokë çunit kishin dështu shumë njerëz. Te i njëjti vend kishin dështu. Më thojnë filani, fisteku, goca, gjona, me rëp shpije vlla u preva, si që isha kështu isha me në tavolin me një ca shok ishin të më gjull ata, i thash boqa turp, i thash kam hall, i thash që do më tallin në TikTok, a kupton? Nga të shku nga Shqipëria në Gjermani me 30 veta edhe me dështu është, a turp i madhe bu, do mik të zari, edhe kisha shumë frikë. Në thash, e kishte bë dhe këtë biletat me lek 20 euro, nuk jam unë për me hy 20 euro, se më buna, kuptan, se tani me hy me 20 euro, tani, nuk jam në i këngëtari fort, mu hajde 10 euro, me thënë, 10 euro, është tamam. 20 euro, disa jenë. Po janë shumë mërbish. Nejse, më, shkoj atje, vllai, i falenderoj gjithë shqiptarët, që rrinë atje në Koln, bën, gjithë atë që kanë ardhur atje, mamushën, një 300 veta ishin, edhe u knaqa me aq sa ishin, aty jam knaq pa fund dhe jam krenar për të njerëzit që më kanë suportuar që kanë ardhur që s'm kanë lënë me u fliqër, se do isha fliqë dako dhe do ishte turp. Atëherë s'kisha knu më kur, kisha dështu atje kur një time s'kisha marrë më me këto punë. Po, sa rrenda, sem të rrenda. Kështu. Tani Sem du me të pyet me kë këngëtar do kishe qef të bëje një bashkëpunim, nëse nuk e ke problem për shumë me e thamë. Shqiptar, që do kishe qef të bëje bashkëpunim. Që nuk e bërë, është këngëtar që nuk e bërë, vë. Pa bo, veç 2 kam që kam bo, Zinin edhe Ferën, edhe Butën, fakt. Edhe me Do ke Butën. bëdhe me Butën, po me këtë Butën, a flet me Butën.
Jena follow, s'kena fol moti, po kena kontakt shumë. Respekti, tash është mirë, po nuk ka puna artistat nuk ka që folin nër me vetë, valla, nuk janë shok të jetës, sa më kuptesh çfarë them, nuk janë shok. Nëse po ju pëlqen si intervistë, mos harroni bëni like dhe subscribe. Çashtu, kur na bjen kohë, se kur takohemi do kund ose me ndaj koncert. Nuk do me thonë që folish non stop me ndaj konte, Varet më burr. Edhe Ilmillin, atë shokun tim, që Po i koshaj nuk ka knu moj. s'ka knu. Që dish, s'ka knu, po do kthehet. Tara. Ka bo muzika dhe. Po për me bo, për na një që kom qef në muzikë ka plot, më shpirë tera i strefi, për shembull. Ledri, për shembull. Çun. Ledri, për shembull. Kom qef ta bëj muzikë, me në që del mirë me Ledrin. Po me Finemi? Po edhe me Finemi, pse jo, bash talent është. Talent është. Finemi s'ka të fort. Po, Mirë. po se ti e përmend e Finemi, po të dy edhe Finemi edhe solo, talenta. Po me këta zetin si ke punët? Azetin kom pas shumë kontakt, në fillim, fare, kur kom bërë Medelinën, kam pas shumë kontakt të mirë, po pastaj mas ca kosh, si u zbehen, kuptesh, ai Nëse jetën. po, i këngë duhet ta bëjmë atë, i fort ajo zetin. Me tonë drejtën e kena pas në plan të bëjmë kong, po kur njerë s'kena shku studio. Sa rjen atakuaj, do bëjmë diçka, për shembull, kena pas 4-5 koncerte bashk, do bëjmë diçka. Me këtë unikatuilin, po me këtë unikatilin Allah, a ke pas kontakte gjona? Direkt me atë jo, po me vllaun e tij të Rametlijen, kam pas kontakt. S'ke pas kur kontakt me atë, Allah, ti ke bë dhe këngën, ka me qajt kur Valla unë kur e kom bo kongën, unë se kom bo për unikatilin, unë e kom bo kongën se unë ashtë jom rita, në kuptesh, është shpirë. Nuk është puna se kom përmend unikatilin Mirë, se themi të vërtetën, edhe të ndihmoja, për shembull fancat e unikatilit, a kupton, normal që do. Ala e se ndihmoj, o vlla, a di pse ndihmoj, se krejt gjeneratës time që kanë, do me thonë që janë linë, që janë rrit me kongat unikatilit, ashtu e kanë ndje, a në kuptesh. Jo, po vllai, ti kesh për ty vetë o bishe. Se njerëzit han karë dhe folin kot. Nuk jam unë i pari që kom përmend unikatilin, o vlla, kam përmend 20 veta para me, asnjëri s'ka dhëz, o kozak. Jo, s'ka dhëz, është vërtet, s'kam shamet. A kupton? Po unë e kom bo bukur, edhe konga o i bukur komplet, edhe i reshti është shumë i bukur, edhe o rill, a kupton? Edhe njerëzit, gjona, do me thonë, gjoja e vërtet njerëzive ju shkon në zemër, vlla, dhe gjithë ato që janë rritë si unë, e kanë ndje, kur e kom thonë, edhe e kanë shpërnda, dhe ashtu ka abo muzika, po nuk do me thonë mu se më ka dhes... Vllai, i pyetje të kam, si u njofte me Noizin? Me Noizin në fillim jam njof me Blerimin, do me thonë kemi qenë bashkë me makinë. Po me të Blerimin, si e njof? Trago pak edhe... Blerimin e njof prej Maqedoni, është, se Blerimi jo prej Tetorë, është. Okej. Nuk e njeh tani që e bëj famshëm, domethënë. Jo, më Blerimin e njof që sa vjet. Okej. Po ne Si e njoh me Noizin? Jo, nuk kom pas muhabet me Blerimin unë, apo se Blerimi është shumë më i madh se unë, apo tonë edhe vllazërit janë më të mëdhenj. Unë kom qenë i vogël për shembull Blerimi kur ka jetu jashtë vendit, apo. Po moti ka ndalë. Okej, më thuj për Noizin vllai. Me Zinin, do me thonë Blerimi, keme qenë me makinë me Blerimin, veç unë e Blerimi, në Gjermani, edhe ka thonë, Blerimi ka thonë, dajt dikim ta marim Zinin. Se u dëvi ke Zini ta bëj i kong me Ledrin, i spot me Ledrin u dësh me bo, a kupton ato dy. Ata këngën deri dje. Bravo, aty kam qenë edhe unë. Kanë bërë videoklipin në Gjermani, pa e kam pa më këngën kur pa dalë atëherë. Bravo, shpirt. Edhe unë kam qenë aty, do me thonë, por i kam me morëm Zinin, do me thonë, erë Zini vetë në Frankfurt, dole me morëm bashkë me Blerimin, edhe aty jam njoftun, makinë. Edhe pastaj, i kam edhe, e morëm edhe Ledrin ma vonë, mas një dita, apo se di ashtu. Keni darë dhe i live me ca bicikleta, rëft kam qenë të Bravo, pa aty live. kemi qenë, do me thonë, Po kam qenë të pa live, më kam qenë në Zvicër, pasha kokën e familjes, rrisha në Zvicër, kam rrit 2 vjet në Zvicër, kam qenë të pa live, keni qenë me i pyll, me bicikleta. Ai pylli E ke hap ti live. Po.
Po ju kam pa live kam qenë të ju pa. Ja, do me thonë, aty do me thonë jam njoftu me Blerimin edhe me Ledrin. Jo, më falë, me Zinin edhe me Ledrin. Aha. Aty jam. Po e ro, do pa. Pas kom ardh, kom shku Po vlla, çfarë tha Noizi fjalët e para kur e takove? Ama men çfarë tha? Blerimi i tha dhe ky knon. Se nuk kishte ngjuaj. Po si s'ka ngjuaj jo burr. Po, tha, okej, hajtë qoma një muzik. Edhe unë ja shoha me Delinën. Ja shoha me Delinën. Ai ku ngjuaj, unë i katilin. Po, valla, nuk ka qatë tote, kërkush s'ka qatë tote. Sa ajo është jeta ime, nuk është që e kompormentu unë për dishka, kupton. Edhe aja rrit me naj reper tjetër, kupton, kote tit, kupton. Unë se di me kanë, për shumë me Tupakun ai mund t'ish rrit. Për shumë unë si jam rrit me Tupakun se... Po me Varrosin si e njoh vllai? Me Varrosin jam njoh kur kam ik në Durrës. Kemi ik me Zinin në Durrës e jam njoftu me Varrosi është këngëtar i fortë, ë? Është mas pari Varrosi është, domethënë, djal e gjys. Domethënë është shumë djal i mirë. Unë kam respekt. Se kam taku kur në Varrosin, kur se kam taku. Për muzik, po. Po Lil Kolli. Me Kolin s'kam fol asherë, s'jam taku asherë. Nuk e taku, ë? Me Vidin jam taku, edhe me çuna tjerë, me Kolin s'jam taku asherë. Po me Dudën? As me Dudën s'jam taku. Asnjëherë. Në kohë kur kam qenë unë qatër kur isha me Zinin në Durrës, s'ka ardhur Duda, ka qenë Anglia, se di. Po me çin reper ke pasur marrëdhëniet më të mira përveç Noizit, grupit Noizit? Në shpirt me gjithë be. Ma të mira që kom pas ma të afër ta thush. Po po që e ke pas shok mik. Po plot më shpirt me gjithë një kohë kur bësha që të fillim koncerte me gjithë jam taku non stop, a kupton. Po Mzini ka qenë ma se di, me tjerë kam qenë ma kështu. Së mbjen... Kam pas pa intervistat e tuja ose kur s'kam qenë i famshëm, shifsha në herë se më ke pas pëlqyer si këngëtar. Në Zvicër mor. Keshit ball Po kam pas shkruajt në Instagram me rrop shtëpiet, kam thënë ku je takojmë se dia që rri në Zvicër. Po si hapshe ti mesazhet atëherë? Se ti hap ti tash me mesazhet. Ikse. Po me stresin Loti Pablok, si ke punë stresin e kena varë? Po s'ka me shpirt, kam... Se di, tash s'kam punë, hiq, do me tonë... Nuk kam kontakt, a kupton, s'kom pas kur njerë kontakt me stres. Po nuk kam as gjo me stresin, unë e respektoj. Stresin është djalë Pablok, më rëshqie. Shtese edhe, a kupton, unë edhe me një intervjist tjetër tash i këto ditë që kom dalë, kom folë, se më kam pyt, se mu së më vjen mare me folë, o vla, unë e di se si jom gabim. Unë e di se si jom gabim, unë si kom pas tonë kur gjo, unë e kom pas me qëllim tjetër, po ka dalë ndryshe, do me më fjallë që i kom thonë, e kom pas që ka qenë në burg stresi, edhe më kanë pyet edhe kom thonë, do me thonë për shkak situatës që i ka, i shkon ma mirë të stepet nga muzika, kupton. Po unë se kom pas me, do me thonë që është i dobët ose na i gjo, kupton, që i kam bo njërës. Unë e kom pas veç për... Rëp të modra ka 20 vjetë, rëp shbije. A kupton, unë e kom bo ato, pastaj stresi kur ka dalë nga një, kur ka dalë nga aty, ka boj intervjise, ka pyet për mu, i kanë thonë, zdi, ka thonë Samsung, a ku e di qa do, ca gjona, edhe aty e kom lona, se s'kom bas për gjo. Me rëp shpije s'ka djalë më të mirë, për kokë qunit, është djalë Pablokër. Edhe tjetër kush kështu ka thonë, a kupton, po unë nuk o që kom pas në herë, kur gjo, respekt për atë, për se me pa tonë, o vla, a kupton. Se problemi im është problemi im, a kupton, së joti. Du me të pyet pak vllai për këtë, po për Klevion o vllai. A ke pasur kontakt me Klevion? Jo, asja. Asja s'ke fol me Klevion? Ja. Po, kur ka dalë Klevi, do me thonë kur boni që atër shumë në kështu
në TikTok që bani shumë emër, unë s'kam nejt hiq. Qatë ko jam kon out gjithë, edhe muzikës, edhe rjetëve sociale, edhe komplet. Jo, s'kom pas me Klevion. Ti, a ki kontakt me Klevion? Flasim në kështu kur takoj atë Robin e vetë, se nga Gabina merë vllai, po rrallë kam fol. Tashi, a o e vërtet që Klevio ta ka djek makinën apo jo? Ja. Ja, dhe ja. Ja, s'ma ka djek ai. Kush? Arri çun tjetër, se di Klevio ka qenë në Dubai, se di. E di në vetë ata. Ai që e ka djek është i çun shumë. Po, a? Klevio. Ama e ka qu Klevio se ka qu? Pse thënë njerëzit se ka qu I Klevio? pa blo, ka qu se ka qu, se s'kam qenë aty. Po, a? Mund të them që e ka qu se ka qu, nuk e di, kam fakte. Okej. Okej. Sa makinat kanë djek? Po njëzë, që am bone di mu, ta belqitja. Jo, po, se disha një aty. Pritër një tjetër e kam, prit pak. Qa do shumë? Ta lekt ka koshtu makina që ta kanë djek? 27.000 euro. A i ke paguj gjithë? Si se kam paguaj? A i ke marrë këshu? Lek të siguracionit, pas një lek më vëtek familja s'ka marrë. Biles më shpërplas makina ta la këta të siguracionit edhe, po ka 2 muaj s'ka arë siguracioni me pa makinën, kam gel pa makinë. O Fabio, o nja qeta, po ku jerë? Nane motër, të kam pas në menje sot edhe. Fabio Dushkun, përshëndet dhe pak dhe sem. E përshëndes, Fabio. Kujtu burgu. Jo, të s'kirë. S'kam bo. E bë. Se kam bërë punën me bo burë, kur jam. Asë ja. Kozak thot, pyte pak Semin si kanë lindur konflikti me muzikun. O, shumë motive ka kjo, Kozak. Kjo ka 2000... Ma shpjego pak, lutem, po jo, du që ta di Allah, se unë jam gazetar, unë me këtë punë haj bukur shumë. Po shumë moti, ka shumë raste, a kupton, nuk është vish... Po ma shpjego, më thuj të raste, vogla. Po mirë, i rast ka qenë, për shumë, kër i kemi nëziri muzikë kokaina, edhe unë edhe aj. Unë e kam pas bo një muzikë kokaina, e ka pas bo edhe aj, një muzikë kokaina, edhe... Të aty o konë një konflikt paliti me dokumente, pas të i rast tjetër o konë me i shok timin ngusht, Me kë? me Benin, se njifni, se njojnë këto, kam bo muzikë ma para, Benin. Edhe i rast, pastaj u konë sa gjona, për shembull ish menaxhimi të muziki atëherë. Ato bëshin kështu, thirrshin për shembull, kishte ai problem me Kozakun, thirke në Bern këtu për shembull, ose në Cyri, thirke theke si të veje Kozakun koncert, nuk i biju në as muzikun, as këtë asat, a kupta? Ta nalë ke bukën o vlla, a kupta? Ja, gabima shu, për letë hajnë njerëzit bukë. Tashi, vishin muhabete nga shokët aty, thëshin o vlla, thëshin nuk o të i bo meti, muziki i thot metit Nalja, a kupta Nalja Samirit. A kupta që thë? Po 5 artista normal që të mysin në burë. Po të mysin normal, edhe ka pas kështu gjëna, a kupta në senë, ja, ka pas kështu shumë senë, për që të nuk është veç një rast, a kupta, janë konë shumë, a kupta. Për shumë mu në Gilan, për shumë s'kom shku me kënu, nuk më kanë marë, për shumë pej menaxhmentit. Se për shumë Ferro i Gilanit ishtë atëherë, ka atët menaxhmentit t'irshin në Gilan, Zini është, do me thonë, Zinin e kom, si thonë, kur të regonë, si thonë be Allah. Si, qa do me thënë, o t'i pa blok? Zini, jo, do me thonë, në Gilan, unë së nshkësh atë kënoj, për arsye që nuk u mirshin të stopi, nuk u mershin të ajo klubi atje, se thirke me të lëshoni atje, dhe ke mëse merë Semin, a kupton? Edhe une i tregova Zinit për këtë gjo. Edhe Zini e kapi telefonin i thiri ato atje, edhe i tha, po, e kapi telefonin, ish dite premte,
ditën e mërkur, Noizi e kishti koncert te i njëjti klub edhe ju tha aty në shtinë edhe Semin, perinat. A kupta? Më shtini zini perinat kënaj, a kupta? Pas ka bo nërë Noizi ty e bishe, më rëpë shpije. Prandaj unë e tash parës ty që nuk ja bëj zini. Me rëpë shpije, që pëse i ka bo këtë gjona që thu ti, janë gjonat mlaja, s'ti bëj njëri këto shumë. Bravo që je edhe mirë njës, a kupton se duhet me qenë edhe mirë njës, ba. Jo me qenë për shumë me thënë, jo, që më ka bo mu, se ka dhe njërës që kur mërzithën, thënë, jo, që më ke bo ti mu. A kupton. Po, si linimi me Noizi në vllaj? Që kemi ikë studio, ashtu të bo muzika të studio, na ka pëlqy bit bashk që e bonëm, që e kish bo i producent edhe e bonëm kongë. Ashtu, shumë thjesht. As e stresume, as dë ekip do bëjmë bashkëpunim, nuk i kemi fol hiq, do me thëmë për kongë. Kemi shku për qefi, kemi nejtë studio dhe kemi punu edhe kemi... Po me këtë Ghetto Gjizi në vllaj, si ke punët? Nuk kam, këtë raporte s'kam pas me Getin. Si ka mund të s'ke pas asjerë? Po s'kam pas me ca shok të Getit, po me Getin s'kam pas raport. S'm ka ra, kur një, me pas raport. Po me Ledrin? Me Ledrin po. Ke nejtë në njërë me Ledrin? Po, mo. Kemi nejtë qatë kohë te klipi... Do të bëj një pyetje tani, po do të më thesh përgjigje. O Fabio, o nja qeta! Do të bëj një super pyetje, po do të më thesh përgjigje, me cilin reper ke pirë? Ma asni, për zotin. Jo. Ma asni shpirë. A pin këtë reperat malë, si menon ti? Jo. Kam nejtë me shumë që s'pin. Po kam nejtë edhe me shumë pin. Pin shevra sa vllaj, me rëpë shpijen, gjo vllajnë Po ta. tash i se di, se për shembull unë s'kam pi me asni reper ma. E disa herë pi unë shevra, s'me në i ti, kështu që du me në i gjazme, se kur jam qoni mirë. Qaj kozak. Tani, do të bëj pyetjen tjetër. A do ta bëjë një bashkëpunim me Melindën? Po, Melinda e mirë. Melinda, super këngëtare nga... Unë do e bëj bashkëpunim me Melindën edhe me Tajnën. Ja, Melindën, vla. Demi fëtë Melinda, fëtë Tajna. Ja, veç me Melinda është shumë e fortë. Kanë rëpt, jo se du ta mburrun që... Unë jam shumë fan si muzikës, e du shumë muzikë. Ota, ku tani unë për kokë familjes nuk e mburrit, ose do të them vetëm një fjalë, nuk e mburri një këngëtar ose një këngëtare kot, pasha kokën e familjes, ditë them kaq, nga femrat shqiptare, nga femrat që është një pop, është Melinda më e forta, s'ka. Kjo është edhe Tajna, nuk po them që është këngëtare keqe, nuk themun që është Tajna këngëtare keqe, nuk e më hoj kur këtë, se është shumë këngëtare mirë, edhe Tajna, po Melinda është e para, pastaj vjen Tajna, direkt vjen Tajna, direkt. Vlla, unë kisha pas, për shembull kisha nxjerrë 2 këngë me i ditë. Një me Noizin, një me Ghetto Gjizi. Me i ditë. Por Noizi, pse? Noizi ka ala probleme me këtë Ghetto Gjizin. Pse? Ala vazhdojnë për shembull këta problemet Noizi me Ghetto Gjizin. Jo, se di, ja. Se di. Nuk e di, s'kam info hiç nga këto gjë. Ola, si ta hej. Noizi, ti problematiku ka qenë dikur, a vaj? Kush? Zini, shumë problematik ka qenë, them. Ka qenë më shpirt. Po me këtë Bardhin, si ke punët, me këtë këngëtarin, Bardhi. Qom djali mirë, unë Bardhin e njoh shumë moti, para famës. Bardhi ka studion të Tetov. Po ka qenë, jo më respekt për Bardhin, po ka qenë shumë këngëtari fort më dha, shumë rama shok. Ja, mos besoj që ka jeta o koza. Jo, në krahasime si ka qenë Bisha, i ka qenë këngëtar në motër thyte veni në dagu, hikte, ai gjithë të kanë vjerën 10 ditë, o Bisha. Ka ra me kuptim që edhe ti ke ra, vlla, se e ke lënë muzikën i farkoj, nuk do të thotë se ka gjë të keqe. Ke ra sepse e ke lënë. Edhe ai e ka lënë pak muzikën, a kupton, nuk është më aktiv siç ka qenë dikur i etur për muzikë, vlla. Po do shta me jeta, olla, fëmija,
ndrojmë me gjona. Po, normal vëlla, normal, po, e kuptoj vëlla jot, po them që ka qenë shumë këngëtar i fortë vëlla, shumë i fuqishëm në treg, po e ka lënë pak. Është prap, nuk po themi që s'është, po nuk është siç ka qenë. O ti se ka dhënë, unë marrë vesh shumë nga muzika, o ti bablok. Ta menosh mirë e keti, po nuk ka kuptos, të shi. Që tani ti, o vëlla, unë për shumë, po t'jem këngëtar edhe t'kem talentin e t'kemu talentin tatë, unë zjeri këngë i herë një javë. Edhe me foto. Kote këngë edhe me foto. Nuk do të thotë që ta bësh çdo këngë me videoklip dhe të shpenzosh 30.000 euro, 40.000 euro kot. Klevi o vëlla s'ka nxjerr këngë fare me videoklipe dhe Ropti ka gjithë këngën mbi 20 milione, 30 milione, 10 milion që kështu, çdo këngë hit. A kupton? Dhe tani për shembull, të ndihmon shumë TikToku ose ke TikToku mba blok me bëj këngë, bëhet viral, ikën në qiell. Nuk ka nevojë tjetër me pa videoklip, ka i koha kur dilshin njerëzit tu pa videoklip në televizor. Njerëzit tani po patë muzikën e bukur e ngjojnë Spotify, në makinë, tu hec, nuk rrimot njëri tu pa videoklipin, o shoku. Videoklipin bëhet si dushti. Po e pate këngën, shive këtë Moradin, kanë nxjerrë këngë tu hec në makinë kote, ke pate videoklipin. E kom pa. E ka 250 milion. Po qa videoklip është ai? Ai s'është videoklip. Po edhe unë për shembull Medelinin e kom bë me 300 euro shpirt. 300 euro më ka kushtu videoklipi. Po pra, 300 euro videoklipi dhe me atë këngë ja shive motrën. Ja po unë e kuftoj, e di mirë e keti, ja kupton, po nuk është edhe Ti për shembull ke studion aty, o vëlla, ti ke studion aty. Po ti duhet me i shi motrën me nxjerr këngë. Nuk po them që do nxjerrësh 30 këngë dhe do jenë të 30-a shija motrën. A kupton? Po 5 sop do jenë qira? Po ti mirë e ke, o shpirt, po është puna që do me thonë, nëse bëjsh këngë konstant, non stop. O vëlla, po si më të kesh studion aty dhe mos nxjerrësh një herë në javë këngë? Ja. Çu ke studion? Shumë ja, çif një javë këngë ti nxjerr. 10 ditë me rrop shtëpie. Ose çka let, o shpirt. Po me rrop unë çdo këngë që kam regjistru timen pasha kokën e familjes, nëse kam vënë më shumë se 2 orë. Edhe Po ti e ke pas gati, jo kozak, të mos më tregoti mu, ti ta kam bë gati, jo shpirt. Po pak gati pse po ti je talent pa blok ti. Po mirë më shpirt, nuk ka puna talentit, ti e ke pas gati, shpirt, ti kur ke shku studio e ke pas muzikën. Jo, se kam pas gati rropt. Kreç me rrop shtëpi kam shpik vet, unë kam shpik në për live këngën, nuk kanë nimu. Jo, më kanë nimu, me rrop shtëpi më kanë nimu, po, nuk e mohoj, më kanë nimu shumë. Po shpirt, kur e bësh i gjatë, do me thonë, kur bësh muzik non stop, çdo javë, do me thonë, dikur ti edhe harxhosh mo, o kozak, nuk ka... Nuk harxhosh mo vlla, kush ta ka dhënë këtë menim ty? Po si nxjerr këngë një herë në vit ti edhe ti je këngëtar i suksesshëm. Jo, herë në vit, jo, unë nuk jam hiç për Si do jesh ti i suksesshëm kur deli herë në vit? Ti duhet të jesh aktiv. Unë për shembull para Medelinës. Na një minutë. Unë kam 7 vjet në rrjetet sociale. A shive kam i orë live duke bë intervistë normale, pa debate, pa sha njëri, pa ofendu kënd, tu bë muhabet normal. Kam 5500 veta live. Edhe një 3.000, 4.000 këtë janë, 10.000 veta në total. A kupton që po bëjmë një bisedë normale. Vllai, unë nëse iki si kozak, zhdukem 5 muaj, nuk hy live, njerëzit ikin ngecin në për vende tjera, o shoku. Ikin gjojnë një tjetër, fiksohen me i tjetër, bëhen me i tjetër. Ngjor mu. Nuk është... Unë nuk them që jo, o shpirt, nuk them që jo. Edhe ti duhet kënosh sa më shpesh, nxjerrësh këngë shpesh, të paktën një në muaj po themi, duhet me nxjerr. Unë për shembull para Medelinës, 12 muaj kam nxjerr 12 këngë. Po pra. Do të thonë çdo muaj kam nxjerr këngë derisa kom rritë Medelina dhe Medelina boni bum, a kupton. Tashi si kom fillu prap do bëj. Unë tani flas që ti ke hy me një standard tjetër, nuk je në standardin që ke qenë para të nxjerrje Medelinën, mos ja fut kot tani. Normal. Tani e tjetër gjë dhe tjetër gjë atëre. A kupton, është nata me ditën. Ti tani ke gjonat shumë 1 milion herë më ndryshe se atëre. Edhe tani që ke mundësi, duhet me nxjerr sa më shumë këngë. Ti ke nxjerr këngë atëre që s'ke pas mundësi që ke tani, edhe nuk nxjerr tani që ke mundësi. A di qa puna se, për shembull, në atë kohë, kur nxjerrësha këngë, kur nxjerrësh këngë pa me pas publik, është ndryshe se bësh muzika si dush vet, a kupton? Po tash
Po flas me të gjithë në vllai, nuk prishe me njeriu. A kur jeni zonë këtu, live TikTok, kur zishit, kur gasmoshit njëri tjetrin, a e keni pas bo me muhabet, apo e keni pas kështu? Jo, për kokë familjes, kur s'kam bo në jerë këtë gjona me muhabet, po u zishim e burë se ta një jetën që kur e kam njof atë kështu kam qenë me te. A kuptama, u zishim. Edhe në privat zina në jerë me rëtë shbije. Zina, nga që e gacmoj në burë, e gacmoj shumë edhe normal që tani, që të thotaj, me a e shtruni, që ka me thënë. Po nuk është i keqër, jo. Kot, vesh, e di qa ka, vesh gojën e keqë, vesh lapën e keqë. Se e thu? Me kuptim që se ka zemër në keqë, po vesh gojën e ka të keqë. Kështu që po kështu kot, nuk është... A që adona i gjona ja që t'ka prek? S'prekem nga i e burë, se unë e di si është ai. Edhe nuk prekem. A kupta, mund të prekem për shumë nga një tjetër, mund të prekem, nga meti nuk prekem. Sepse e di si është. Po. Ku ti pajtoj me Getinjën. Qa zemër. A ishe pajtu me ta zemër. S'ka mas gjomë, e kom lonë ato muhabet. Ata thrasim atë Getinjën njerë, tu live. Ha? Ase ke problemër? Më intereson. Por mu s'o problem. Jo them, a nuk e ke problemër? O djallë pozitiv, lajër. Thireni pra qunat, kërko kozaku me seminër. Fute jere, burë ta vijer këtu. Në marë burë, pse jo? Dhe ishte e fortër. Me ferën t'kam pajtu, t'pajtoja dhe me këta, edhe... Në rregull. Po kur gjobë ma... Pajtoni është të jenë rëp... Si abdema, ase më burë. Ju, o vla, në përkong, tani kunja gjona duhet me thënë, o vla, me rëp shvijese. Nuk... Ska muzik pa kunja. E, pse në po më pysin mu këtu, e në të matë... Pse i he zonë me mosi? O, mos dela. Me mos delën, me mos delën, shive si jam zi, me mos delën e kam pas respektu, e kam pas bo, a kupta mu ka pas... Nuk ka qenë, kur fliste me mu, me thënë vërtetën, nuk ka qenë quni keq, në privat. A kupta, i thjesht, quni mirë. Për i gifter këtu që gjute, si shpo të gjujnë lek ty ata a ne, a kuptan? Edhe bona i shaka, unë i thash ma sidhi cop malë këtu, kotë më burën të bë shaka, isha i pim, edhe po bëja shaka, po jo mosit, po i thoj atit gifterit. Dhe ky u mërzit që pse i thash unë atit ashu, hyni live e më shajti nga rëp. A kuptan? Unë u abita, a kuptan ku më shau, se nuk e prisa që dhe më shate, se unë e kisha respektu e për pasaj. Se më shau, një më tepër, një më pak. Se shte kisha bezdit. A këtë Leo Masin, a folish me Leo Masin, ajo? Po, fole, shumë i mirë. Talent, ha? Talent, o ti, mej, e kam marrë në telefon, i pari, kur ka dal, e kam pa në TikTok para një viti, e kam thirë në telefon, i kam thënë qa bone, mirë. E pash ishte quni vogël, shu 18 vjeç, i prapët. I thash, në gjovë lajnë tatë, kam pa që ke super talent, i thash, je super i talentum, vesh mos u shaj në TikTok, i thash se ke për t'ja shirë rap, ke për të bo super këngtar. Po vetëm mos hy aty, ako të me hy live, boj mua bete gjëna, po mes ashu. I thash dhe ke për të boj një nga këngtarat më të fort, dhe ma e men sa këngtari fort dhe bojët ky Leo Masi. Se nuk ka, edhe për kraja, ja kupton, se nuk ka njerëz se... O, talent, më vdek familja është talent. Ja kam pas shumë qef i muzik, po edhe ja kom, nuk është që se një muzik që... Husler, atë Husler. Jo, prita shë si po e. Në pak qo, është i fort e i Leo Masi, më rëp shpije. Osem, atë, se ti ke studio gjona, e ke aty afer, do ta prezentoj unë Leo Masi dhe ta marrësh... E kam follow. Që ta përkrash pak atë Osem, se është shumë i talentumër. Unë e bëj se jo me ka emrin, kjo muzika më ka pëlqy shumë. Ashtë, a be jerë? Mëlla, për që është në thirë Getinjë. Ola. Ta bëj një shishe unë bëlla, mund pi shishe jo, a, të zak? Ha? A mund pi shishe live jo, a, shpirt? Jo, babla, ko pi e këshu ancora. A vjen, më. Gjibësh, a të ma bësh krajen? Hajde më rëthy muzikut, pajtojnë qunët krejder. A të ma bësh krajen, bro?
Po, e kom bu, veç bo ma kësha, African Queen. Thank you, bro. I love you, Habibi. Shumë i fort, një mojë këtë Leo Masin, vëllai, se ke afër atyre. Po, jo, unë jam Zvicër tash e shpirt, ajo është në Belgji. Unë afër e kam atje dhe Belgjin, mendoj edhe aty e kam shtëpinë, po nuk kam studio atje. Po kam shumë qef le të vije. Këtu e ka derën çel, i kam thon kur duhet studio tregon. Asi Ha. Le A të do vije. vi Getinjo ajo, çuna. Mos harroni bëni like dhe subscribe. Pyete për koncertin Raovec. Të tregoj më shpirt, të tregoj. Ravec, jo, thot, nuk vjen. Shtinë Getinjo. A vjen ajo më dha? Pse thoni jo Getinjo? Leo Masi është live, thot njoni. Shtini Leo Masi. Ku e Leo Masi? Thirrni Leo Masin. Ti e ti se s'di, unë o këzak me këta. Po e kam unë, po duhet ta thrasin. Ti jesh i famshëm, të kesh, a kupton? Po jo të kesh audiencë, del ti tani vish, dalun bëj tour këtu, ta çoj live-in 500k. Edhe kam audiencë, unë jam i famshëm. Nuk është fama. Fama është që të kesh njerëz që të ndjekin, tamam, a kupton? Jo të ndjekin për legën dhi, që të shohin 5 minuta dhe t'ikin, sa t'ike ajo. Kurse unë duke bë muhabet kam audiencë. Kjo është më i forti. Trekom, Kam 7 vjet këtu që jam i pavdekshëm. prit pak, prit. Si që është Noizi te muzika që s'po vdes, as unë nuk vdes. Prit pak tash. Dakor? Okej, dakor. Tregom ditën e parë që e ke kuptu. Oho, çka janë këto univers. Faleminderit me kush e çoj. Tuna pa më gjurë në i gjomë. O, djem, mos u argjoni be si s'duhet, se unë po ky po më çon ta çeli, se unë si kisha Po çeli. çuna, po gjuni më në i gjomë, më latë në takër, këta. Gjot tash. Gjot tash, o vlla, kush e çoj, faleminderit shumë, mos u argjoni, o djem. Ngja, Kozak, tash. Kur e ke kuptu ti, herën e parë që e ke marrë telefonin, edhe ke thonë, ue, ja pas kom të shi motrën. Vllai, unë që kam hy, shive të shpjegoj vllai jot. Unë kam qenë, nuk u kam pas marrë kur me rrjetet Mu sociale. pëlqen, do me thonë, unë kur kam pa ty më falë. Kom pa ty kur ja ke bo laputës, o laputa, o pindrof. Aty do me thonë, Që atëherë më ke pa ti. aty do me thonë, ajo video është, do me thonë, është favorit. Ajo është, Ti pas ke kap mu që në ditën e 4 më ke pa. po. Që në ditë 4 jam aty. Po, E shikon se i famë jam bërë që në ditë 4. Kur e kom pa, aty shtonje. O vllai, unë ajo me laputën ka qenë intervista ime e parë. Unë kam hyrë për herë të parë me Florin Official. Është ai çuni që shet makina, që ishte te Big Brother. Flori. E kisha shok atë, e njifsha që në Itali. Ne i them atij ta kupton më fut live. Se unë aq doja sa ai kishte shikueshmëri. Vetëm o vlla se nuk është se më boni mu dikush të famshëm, se unë u bona vet. Se hajde të marrun të fus 200 veta këtu live, nuk bësh dot i famshëm. Kupton? Ta marrun gjithë ditën këtu s'bësh. Kurse unë u futa atje vlla, edhe e dija që sa tu fusja do isha i famshëm. Se unë kam qenë i famshëm, po kam qenë i famshëm me ata që më njihshin, që isha tip shu Gallata, Xhie, këto gjona që boja unë. E ne hyme atë live për herë të parë, ka qenë ora 5:30 mjesit, më futi muaj. Ka pas 1100 veta live. Të 1100 veta që kanë qenë live, të 1100 kanë bë follow mu. Pa përjashtim të gjithë. A kuptoj se fillova nga. Dhe pastaj ika nga aty, mbylla live-in, pash 1100 follow kisha, se 200 follow kisha unë. Pash qia motrën. Fillova pastaj duke kërku njerëz në për live edhe duke bë intervista. Edhe duke bë këto intervistat pa blok, pastaj mora këtë laputën. Do me thonë, kur ke bo shumë bum, a ka nej pik, apo kish ku gradualisht? Kam bo bum, bisha, kam bo bum kur morëm peng një. Kam bo bum kur kam hy... Si të morëm peng, o vlak, tregom drejt, për zonë, si të morëm. Kom kapën o vlaj, Ama jo, tregom a historin, kur ke shdryp të poshte për shkalla, ku ke qenë, po na më ta tregoj në historin, o vlaj, po, ja ta tregoj vlaj, jo. Isha në shtëpi. Okej. Edhe kisha ca kohë që ças po thosha. Po, e di, okej, nuk ka problema ajo, e di unë qa ke bo, e di strëvesh, tregom a historin si kanë kap live. Isha në shtëpi mren, dhe po ikja, isha me live up edhe po thosha që do iki të bëj këngë, do bëj disa e gjona, budalliqet e mija që të shohë.
Edhe zbres poshtë. Zbres poshtë. Prit. Edhe? Zbres poshtë, nuk kisha makina të erë, vlla, s'kisha as lek, as asnjë gjë isha. 2 milion lek isha pasuri, vlla. Isha cop. Zbres poshtë, kisha makinë. Dhe lëvizja me taksi. Kishe në rova, Atë gjanë. Po, gjësi jam të pi shishe nuk bon aty, ha? Edhe lëvizja me taksi. Sa hypin taksi o bablok, sa ecën taksia 3 metra, vinë ma përplasin taksin. Edhe më kapin mren. Thojnë policia, Renea. Edhe më kapën, morën makinë, më qonë atje ku do më qonin, e në kaq pastaj mo, ato që ke pa mrapa vetë. Edhe mos u bëfsh për të marrë pengo vaj, më kaq di me thënë. A gjë e keqer, më mirë me të fut një, më mirë me të fut një 2-3 pluma, vari kari. O, çao qiti restriktet, audiencë, mu të bona. Okej, hajde. Më mirë tash një 2 pluma t'ja bësh olele koma, se sa me të kap pengër. Nga vajnë tatër. Po të kapën në hall, ai hall, mos I raft as kujt. Jo po kam lek borxh, jo po hallesh me të kap. E shtrëngua. Ja. A ke hala paranoja pe asaj shpirt? Jo, bablo. Do të kur dalisha atë rrin mendja se ej. Jo, me rëp shpijes, më rrimenja fare, më stek familja. Qa me të rrit menja, mor? Jo. Asaj nuk kam o probleme, bishëm, as kanë. Po pse shajte Fabian? A intriga gjona, bur. Po intrigat janë pjesë. Atere intriga më Nuk futën je faj. I kuaj mua bet gabun. E pagova unë bishëm. Qa bona e lava. Po I kuaj mua bet, që atere s'ka ma shumor, jo, po. Me as njërë. Po I ku, ola që janë, ku jo figur. Getinjë, është të në thirë, ky Getinjë apo talën këta më. Ha? Priti mina? Thirë Geti, ku a Geti më? A jeni tu talla është të në thirë Geti me vërtema? A do me të hy, si dush hynë të ola. Nëse nuk Jo, dojë... ty shti më vllaj, për ty më vllaj, po çoj jam mirë me ty. Interesat, mu është shpirti, unë jam okej, a kupto? Jo, po për na thojnë këto, është të thirë edhe pranaj. Jo, lepe burses. Po lejra, pse na rreni ju komentu sa bur. Tani na bën një pyetje o bablok. Ose di qa pyetje të të bëj shpirt tash, po u Hajde arxhullë. po të bëjë një pyetje ti. Atë ka gacmu në një nga këto femrat nga estrada. Jo. A si jo, bur, jo. Atëre kur ka qenë beqar, po them unë. Po jo, po shpirt, se atëre kur kom qenë unë, do me thonë kur kom bo unë muzik full, nuk kom pas... Si s'ka shkujt ati got nga estrada ty për shumë me kur ke dalë fillimin. Jo, valla, më kanë shkrujt, nuk them që se më kanë shkrujt, po s'është puna... A kuptoj, kom Qa këshirë thoshin? punë. Po për shumë më kanë shkrujt shumë për kongë njerë, a kuptoj, në fillim kanë shkrujt shumë për kongë, do bëjmë kongë, anej knej. A kuptoj, ua kanë që kongën, wow, shumë të mirë, anej knej, kështë gjona, a kuptoj. Po Kush tu ka duk nga gjithë estrada më fejku? për qa më fejku? Në karakter, në tip. Në më fake, s'ka në i gjolla, jo fake. Di... Ja, si se di e bur, ti njonin e di, pës do të Për thuj. shembull, o kozak, për shembull unë ta zom në një, për shembull kër jam taku me atë në koncert, a kupta. Po, Unë nuk e kom pa në jetën reale ai qa bon, a kur ikën të shtëpia vet. Ose s'di, ose në rrugë, ose në kafe, ose a kupta. Si kom pa, a kupta qa them, ti di, nuk mund të them fake për kozakun, se unë kozakun, për shembull se kom pa, unë kozakun e njoh në internet, unë ku e di unë qa bon kozakun në shtëpi. Kozaku del në internet, po pi 5.000 euro mall. Unë nuk e di a pi të shtëpia as pi, a kupta, për shembull, a kupta.
Tash edhe me këto dalin thënë kom vra kompre, edhe Kanë realisht. Po vaj, ata që vrasin s'dalin në për kango, bu. e po kupto, çfarë them edhe unë shkreti. Ata që vrasin vlla kanë tjetër standard. E ke parë si të Artan Hoxha. E po Ata më thoshën mu më thotë rë. çfarë them valla. Kupto, prandaj nuk mund të them në një që Po them, fake. cila ka qenë aventura jote më e bukur bish? O peqin, sa më bablok. Aventura ime më e bukur ka qenë kur komik kemi shku në Spanjë me ca shok, me një 4 shok, e kemi marrë vila atje, edhe jem knaq shumë aty javë. Do me thonë aty javë ka qenë jena knaq. A opta. Por i pyetje do të bëj unë. Sa vjeç e ke mësu makinën? 21. 21. Edhe sot e kësaj dite e kam leje, kam makinë, nuk kam qef të vëziti makinë, mos. Hiq nuk jam që e marrë vëziti makinën. Me qenë me i shok, i tam vëzite. Ka sa dush tipa shumë? S'jam tip që edhe për shembull mas makinave në hiq nuk jam i kështu i apasionum, a kupton. Se di pse, s'kam qenë kur një jetë. Për shembull kam ble, kam bo i kompjutere, kam bo, domethënë kam të Ma, i videoklip shkoj 10.000 euro më burr, me ato për masa që e bëni ju të shtrenjta. me ferën ka dalë Hajde po them. Mbi 12.000 ka dalë me ferën, ë? Po më burr se Ti mbledhësh po kjo që bën tani, po kjo që bën tani, sa lek shkoj kjo? Sa lek shkoj ky videoklipi që nxorret tani? Dhe ky i bukur ishte. Non. 9. Shtrenjt shkoj kanë videoklipet më pëlqej. Shtrejt jam. Shtrejt. Rëpshje, tregojnë çunat. Ja kupton nga 20, 15, a kupton them shija videoklip edhe rëp. me telefon, me iPhone 17 dalin bëjnë videoklipe, a kupton? Po unë për shumë kam qef me voj. Po, jo, i ket forta videoklipi. Po në një album tjetër, a ken men me nxjerr? Shpirë, tashi deri verës, deri me një gusht. Deri verës, deri me i gusht, kam dë nxjerr këngë muj për muj. Muj për muj, bravo. Po tashi Amazon, do e nxjerrim fund Ramazonit, do e nxjerri këngë për dashurit, pak të letë, se s'du të nxjerr kështu trona për Amazon, për shkak a kuptov. Po këtë Loriz Albos, e ke ngju si këngëtar? Jo. Tashi për s'par herën, zo. Po Fatin? Fati. Duket se këtë e kom ngju, një këngë, duket se ja kom ngju, s'jam sigurt. Nuk e Po, që do thosha unë? Allah, unë i ngjoj gjitha, unë s'm vjen mare. Gjithë kush bën muzikë të mirë e ngjoj, hiç se kam problem, hiç. A është Kozaku, a është Mediseni, a është kush ti e se? A e bësh muzikën e mirë, Po, Metisenin, e ke ngju në herë Metisenin? Po, e kom gjus, me atë atër folshim me meti nësta. A veti ka shkruaj tekstet thuaj? Se di ku i ka punu, te jemi më duke si ka bo. S'besoj që ka shkrujt gjithë vetë, po edhe medi ka shkrujt, ku e di, se ti. E ka një mund garandet. Qa me shkrujt e më interesant. O vla, nuk është Kush marrë... me shkrujt, vëllaj, shipi e sy, kush me shkrujt, Metisenja? Antere, seriozisht e ke herë, Medi nuk di me shkrujt mesazh, vëllaj, jo me shkrujt tekste, o shok. Meti ka hy atje mreni, ka qetë gati, e bish veç ka recitur, po jo, mirë ka kënu. O Arlind, respekte, qa ishte shkjo Ferrari, rë? O, la fitek. Vllai, qa veni ke jetu më shumë, Sem? Tashi, kam nejt, do me thonë kam lind, kam jetu në Tetov, deri 2000... Kur nisi Covidi? 2021, 2020, se maj men. 2020. 2020 a 2021? Po, do me thonë unë 2020 kam ikë në Belgji, në Covid që atër, pastaj që 4 muaj jam në Zvicër, për momenti, po kam edhe shtëpi në Belgji, normal. Po në Tetova, rjesëm, apo nuk rrish pesh? E kam familjen, po i ki shof, që dhe këtëja. Nuk o që rish shumë.
Si është e tova? Veni mira, i ftohta. Qyteti vogël mos s'është I vogël është, a? Po tash i vogël s'është, po është qytet normal, si gjithë qytetet e... Po në Tiranë ose ma vjen shpesh? S'ka marrë, po unë mamin e kom nga Elbasani, valla. Unë jam rrit kur kam... Trahtuare. Po. Te kusho nga Elbasani këtu, duhet nështë e njef, te lagja e kinezve kam nejtë. E kam gjyshin akoma aty, tezën aty. E di unë ku është lagja kinezve, në Elbasan, me rëpë shpije, njofë ca çuna. Aty te shinat e trenit, afër shinave të trenit e kam banesën, gjyshi e kam tezën akoma. Që ke nip në Elbasan ti? Po, jam nip. Po, u kam nejt, kur kam qenë i vogël në çdo 3 muaj, na çoke mami në Shqipëni, ikshim në Shqipëri, rishim. Verës, do me thonë, gjithë verën e kom po Shqipëri. Kur diqim për shkollë, do me thonë, pushimin e verës, i kisha Shqipëri. Daja ti ke në Elbasan ti? Daja ti kam Itali, po... Për mija, do me thonë, shpina kanë në Elbasan ata? Po. Po ti që ke... Po. Një Elbasani. Qa thu e la? Respekte për gjithë çunat e Elbasanit, janë njerëz mirë. Janë njerëz mirë gjithë, s'kam njoft në një çun nga Elbasani, në rëpt keq. Ta kena njoft gjithë çunat mirë të respektueshëm. Po. Po tani me kë i ke këto punët keq kështu në muzikë valla? Tashi për babeti s'ko ba as tishpin, të tregoj drejt. Do kom me kërkan, edhe s'du me pas me askon, po tashi kur vjen shpina për muri vlla, nuk... Vlla, jam shumë kurioz me kam pa atë intervistën që ke thënë që nuk mundet ky muziku me mbot dis. Po çfarë arsye më zemra vllai? Po mirë më shpirt tregova, është normal, është ma popular se unë menoj, do me thonë që muziku ka pse të mboj dis mu. Se unë as nonën, as babën, as gruën, as familjen se kom shoha. Hiq. Po me këtë mosin, si ke punët me këtë mos delen? Kom kur gjos, kom kontaktish. E ke njoft në herë? Po, shumë ma para. E ke pas njofta? Po, kur bëjke muzika me Emin, me Blekin, me këtë. S'ka qeni famë shumë atërë? Ka qenë pak, ama jo të shkjetësh. Po me Kaddafinën, si ke punët me Kaddafina Zeqirin? S'kam pas kontakt, kur njerë dafi. S'ke pas kur, po si s'ke pas në njerë kontakt me këtë? Kom pas kontakt, tjere kom taku, do me thonë, kur kemi qenë, kur ka qenë të bëj kongën me Zinin, nuk ose, ka qenë atje. Se ka bë kongë me Zinin, a? Po, Dafina ka kongë duke se me Zinin. Që a thumë, dhe? Se kam gjunë në jerë më rëpë shpije. Ka. Edhe spot ka bash. Se kam pales më kujtohet se mund... Ka, e di unë, vla, 100%. Do që s'ka bë në jerë kongë me ty? Qa do bëjmë? Po me Tajnën? Tajnën e kam pas edhe e kam shoqe. E kam pas Tajnën e njof para famës. Qa thuare? Shumë moti. Ku e njef? Tajnën e kom taku për s'pari herë të i dosti imi në studio në Ferizaj. E qa bode? Kish fillu me bo kog atje, po si shte famë shve atë. Po ti ishe i famë shumë? Unë po. E qa të tha? Edhe i thash ati shokut, mi tregoja, ishin 2-3 artista aty, një 3 goca, ishin të 3 jaknëshin ato. Ishte dhe Tajna. Edhe i thash ati shokut, i thash, puno me Tajnën, a huton meret, kish boj kong hip-hop ajo. I thash, puno meret së është interesant se s'kare femna, vëptesh. Kuj ti the? Ati shokut tim, Bini Dieze ka Ferizaj. I thash ati puno. Edhe thash puno se kjo do bëjë shumë famë. Pastaj mas një 6 muje... Nga e djeti që të bënte fame? O vla, e njova i muzikë aty, a kupton? Talent, e? Talente hip-hop kënoj këtajna, a kupton? Unë s'kisha ngju shqiptare, repere, hip-hop, a kupton të mirë. Se ka pas edhe ma para ca, po kanë knu këshu.
Edhe I thash ati tash puno vlla, tajna është kështu, e din tajna, mundet me tregu vetë. Pse edhe ka tregut me ca intervista më duket se. Edhe I thash ati, I thash puno, I thash është shpirt me këtë se kjo të bëj shumë fort. Është shumë talent. Edhe ai po, knej ka hyja, nej ka dal. A kupto? Mas 6 muaj e takoj tajnën unë në Prishtinë. E I tham, hove që e të bo, e të punu, thot, jo, nuk o të punu, ai mi le projektet mrapa, a kupton, kështu, problemet e studiove. Edhe më thot, kom dal pe atje, nuk jo mo. Edhe unë e kisha I shok Rinori Kollin, është tashi menaxherit I... Po, e njof Rinori. Edhe I tash Rinori, tash, pse nuk e marish këtë artistën? Të punesh me këtë, tash dhe... është shumë e mirë. Rinori I njoftova ato dy, edhe tajna mas një 6 muaj vllau bo me gajt. U bo me këtë Don Fenomi në vlaj, se me Don Fenomi shpërthevër. Po. Themi të vërtetën, a kupton? Po. Ama edhe muzikë... Me atë kolumbiana, aty shpërtheva, vla. Me thënë, unë në gjoja 200 herë në ditë. Ka bo Don Fenomi, vla. Pak rëndësi ka, Don Fenomi kishte fam, aje morin bashkëpunim. Aje la dorën. Tani, me thënë të vërtetën. Po, jo, në të më qëri jo. Vazhtisht, a kupton tani, ajo është ka talentin e vet, ka ato punët e veta, a kupton, nuk mund t'ja mohojmë dot. A kupton, dikush që ka talentin, po Don Fenomi vlla e boni tajnën që I dha bashkëpunim vlla, se Don Fenomi ka qenë on top në atë kohë. A kupton? Pa të qenë shumë fort Don Fenomi në atë kohë. Se unë e kam ndjek komplet e stradën. I kam pa, I kena pa me sy. Edhe aty shpërtheva jo. Me kolumbianën. Edhe ai e knovi fort. A kupton se po ta kishte deri këngë shqipe, kënga dytë asaj. Nuk është në një gjë në krahasim me kolumbianën. Jo, po, prandaj është ajo këngë që është kolumbiana, se është një veçantë. Tash edhe shumë njerëz thonë pse s'bësh I këngë si Medellina. Si ta bëj këngë tjetër si Medellina, atër Medellina nuk është ajo që është. Ajo e veçantë pse është Medellina, a kupton? Medellina dyshi mund të bësh. Pas mund ta bësh mo dyshi po ta shkruaj Medellina dyshi. Si Medellina 2. Po mi pa po Medellina 2 më pa blok. Po më vlla, Medellina 2. A ka pas noj si për shembull këtë jena mbretër. Bëni jena mbretër në dyshi, doli më e fort dyshi. Në gjovllajnë tat. Jo, më. Ti jo, po mirë, më rëp shtëpi edhe ajo jena mbretër. Jena mbretër janë këngë legjendare o vlla, a kupton? Këngë legjendare. Mos bëra ka, nuk bën ato këngë më, mund bëje më të fortë, ama ajo është kënga që Po nuk bë më të fortë ajo me ditë se ngret në ajër. Kongat Po ky gjesti, si tu duk gjesti më? Pse shave ti gjestin? Isha I pim në motër. Po pse ve kozak për herë kur je I pim o vlla? Po kur jam I pim bëj gabime ose kur jam mesë jam çuni mirë. Ja, ma se gjesti t'ja limir. Me rap të respekte, I kërkoj falje gjesti. Edhe kohën kur e ke shasu desh ta shash. Ndoshta tashi, më mirë tashi dash. Te kam ditë pe ja bablok nuk e shajas tani ç'pun kam me shar. Po them, a kupton? U desh shumë. Iko bablok, bëj gabim tani. E kupton? Gjithë kur njeriu ka rëndësi që e kupton gabimin, kupton? Po unë e ke shajt edhe unikatinin e ke shajt. Jo, unikatinin se kam shane herë. Shajt unikatili valla. Ja më nuk shat as. Qa menimi ke për gjestin? Unë personalisht nuk e njoh, po sa më kanë tregu ca shok se I kemi ca shok përbashkët, është shumë djalë I mirë. A kupton? Po personalisht nuk e njoh, s'kam fol kur ja, asnjëherë. Po kontakt. A kupton? Kush është reperi më I fort Shqiptar. në Kosovë? Në Kosovë, pastaj do të pyesim edhe për Shqipërinë. Më I fort në Kosovë. Përveç vetës tate. Jo, po s'jam për Kosovë. Azeti. Azeti. Ta bari për shembull me koncerte, me numra, me akuto, se tash të përmbledhim kështu si Po, fiksot, me koncerte, me numra, me krejta. Po më, kush është
Më fejku. Do më pyte parës, nuk e di, Allah, nuk t'ja përgjigje për këtë. Mirë, kush është më i dopti E pra? marri për zemre, Allah. E marrin për se. Mirë, okay. Kush është në Shqipëri raperi më i fortë? Dini ma po kushdes. Noise, ja? Pa që 20 vjetë është on top, o vlla, që nuk mund të ish kërkush. Kur dhe i bëjnë edhe tjetër kush ka 20 vjetë, atër po. Tash jesë. Si ka më të që nuk bia i më dhe? Po s'bije më vlla se o i lindet për këtë punë, o vlla. Me rëpë shpia i, edhe në Kosovë i është. Edhe në Noizi Kosovë, apo stresi? të dy vlaj. Jo, një. Vlla, të dy si Noizi si stresi janë të pandashëm, bishë. Noizi pas apo stresi stresi janë tash, të nuk ka të pajdajshëm për ty, Noizi apo Ani, Noizi dhe stresi, në gjo vlajnë tatë. Noizi dhe stresi, unë stresi me apo ta jam... Klevjo? I kam të dy shokë, bishë. O, leta këto. Klevi, mreti muzikës, Kush? Klevjo. Klevjo apo Noizi? O vlaj, Noizi ka lezetin e vetë, Klevjo ka lezetin e vetë, stresi ka lezetin e vetë. S'ke si ndanë dot, nuk i ndanë dot, se nuk e zvëndëson dot njëri, as Klevjon, as Noizin, as stresin. Klevjo apo Finemi? O vlaj, nuk zvëndësohet, a kupton, as kush Finemi është ai që do ta mbaj stafetën. Po, a? Ai ke pas si ka shpërthy, valla. E kam i pytje, se ti njef për shembull reperat e Shqipërisë. Pse reperat e Shqipërisë nuk e suportojnë njëri tjetrin? Si për shembull në Kosovë, që e suportojnë. Nuk e suportojnë njëri tjetrin. Po, për shembull reperat e Shqipërisë ndërmjet vete nuk suportohen, për shembull nuk. Pse? Janë shumë arsye. Nga që mos më parë këta nuk i ka suportuar njëri dhe thojmë se të suportojmë tani. E vesh pak si Gjoni ka shqip se ti se suporto Boba. No bro, Boba ka suportu mu Filip. E qa thej kozak, fal? Mendova që këtë që the ti tani, që nuk i kanë suportuar dhe këta në fillim, edhe këta tani nuk suportojnë njëri, thojnë as mos ka suportu njëri, pse të suportoj edhe unë. Bravo. Mos më ka suportu njëri, pse t'ja japun suport njerëzve, mos ka dhënë asnjë dorën, pse t'ja japun dorën tjerëve. Edhe kjo mund t'jetë. E mos më ka suportu kërkush Filip para Vedelinës. Asnjë, Asnjë. ka thuar. Ka pas shok, do me thonë Bleki këto, që kemi nxjerrë muzikë, por shumë fjala fort tjetër kërkush nuk ka suportu vlla. Hiç, asnjë. Asnjë, ha? Ja. Edhe pastaj kur bona fam, pse s'ta suportosh? Për shembull, a kupton? Jo ma shumë budallaj e ti. Kërkush Me ka... Pse? A keni bashkëpunim? Ha, A keni bashkëpunim me në bërë? Ha? A keni bashkëpunim tani? Kam bashkëpunim, po nuk t'ja pema se nuk është kur gjë definitiv, a kupton? Nuk du të them tash e kam një edhe pastaj mos me dal, a kupton? Jo. Po kam. Po me Noizin do bësh më në një. Shif unë gjithmonë me Zinin i kom bo muzikat, për shumë komik të studio atje, kemi punu, ka dalë në gjë spontane, kemi nxjerrë. Nuk kemi pas bo asjerë me plan shpirt, a kupton? Kur një janë. Se unë edhe muzikat kur i bëj si kom bo me plan. Po me këtë la, a ke pas një kontakte me këtë line? Po, më line ka nejtë aty po. Edhe muzik kam pas me line, po e kam pas këtu e line të albumi im, që kam nxjerrë atëherë. La ishtë i ri, nuk ishtë atër shumë fam. Po, pastaj unë vendosa albumin të bëj gjithë vetë. Se kam pas 2-3 bashkëpunime me repera të ri, pastaj vendosa në fund të bëj gjithë vetë, a kupton, gjithë konga të nxjeri vetë, edhe e nxjera vetë. Edhe nuk dul bashkëpunime. A kupton. Kam pas me Po tani, është duka i tani më dha, s'ka pas koncert asa si gjohas. Dhe? As muzike. Kesh studion në shtëpi, mos nxjerrës muzikë është.
Po me këtë Albon, a njifesh Albo. kë Albo? Ja. Mendova se po të vëllë Albos. Ta shajt ai ke Albo, po s'ja fajt I karin atë hiç. Së di, më falër. Po... Qini ti the, kush është një këngëtar tjetër në Kosovë? Me qini ke punët mirë nga këta të estradës që janë në Kosovë, që janë pak, si me thënë, potencial. Me qini ke punët mirë? Si për shembull, si thu punët mirë. Jo, ke për shembull kontakt që kanë respekt, flasin, bojnë. Po për shkëmben shembull, një me yt mesazh. Instagram, për shembull, me këto që I kam follow, I kam gjithë punët mirë. Për shembull, Gjikon, për shembull, Kreshën, Lirikalin, Ledrin, Dytonin. Nëse për që video mos harroni boni like dhe subscribe dhe shihni me videon tjetër. Kam plot, kam që kam respekt. A kupton.